janë rastet e grave apo të burrave të cilët janë të ndarë, të cilët për të mbushur jetën e tyre, për të mos folur për atë pjesën e mungesës së emocionit të partnerit, të mungesës së partnerit, e mbysin veten me punë, me takime, me gjëra për të mos ndjera të vetmin e mungesës së partnerit. Pra e veten të angazhuar që mos kenë atë momentin e qetësisë. Kemi individ që kanë një qasje sociale sipërfaqësore pikërisht për të mbushur atë boshlikun dhe vetmin që ndjejnë. Dhe kështu, nga pamjet jashme ti shikon se kur janë shumë social dhe shumë marrin pjesë në festa, janë kudo. Dreka, darka, me duke u takuar me njerëz, po në vetvete, qasja e tyre është boshe dhe jo plotësisht vetja e tyre. Pra themi në vetvete, marrëdhëniet me këto njerëz ku ata shkojnë, nuk është se janë fare të forta apo produktive, asnjë lloj lidhje, as shoqërore, as intime. Janë thjesht si fasada. Pra themi në vetvete dhe ata e kryejnë këtë gjë pikërisht për të përmbushur atë vetmin dhe bështlikun e tyre, po në vetvete ata nuk përfitojnë asgjë.